Al Ittihad është shpallur kampion në Arabinë Saudite. Skuadra ku luan Mario Mitaj fitoi 1-3 në transfertën e Al Rayed, edhe pse asgjë nuk u duke lehtë pasi i vendesi që nuan të parët, skuadra Mitajt jetoli të reagojë. Ky është titulli i 10 për ta në historinë e klubit. Mitaj, Benzema dhe pjesa tjetër e grupit u pan mjaft të lumtur kur kanë mbetur te 3 javë për të luajtur në kampionat. Kujtojmë se mbrojtësi kombëtarët shqiptare u ofruan në fillim të sezonit si huazim tek Al Ittihad, që më pas vendosi të mplinte kartonin e tij nga Lokomotiva e Moskës. Mitaj ka lënë pas atë një dëmtim. Menjëherë është preferuar në 2 ndeshje radhasi si titullar. Pas këtij suksesi ka qenë vetë mbrojtësi i cili ka reaguar në rrjetet sociale. Krenar që të kurorzohem kampion dhe të fitoj trofeun e parë me një skuadër fantastike. Nuk do të ishte e mundur pa ndihmën e shokëve të skuadrës. Falenderoj tifozët Tikra për mbështetjen e çmendur. Mashallah, shkruan Mitaj në Instagram. Mbrojtësi do të vijojë dhe 2 javët e tjera të kampionatit për të marrë sa më shumë minuta. Ndërkohë një pengesë për përgatitjet me kombëtarin mund të bëhet finalja e kupës që Al Ittihad luan me Al Qadisiyah më 30 maj.